Si qeverinë e re e patë, Po. si shumë emra që me zi do t'i mësojmë, për shumë në gazetarët e kemi më të vështirë. Po pse më ju la thashur? Për t'i mësuar e di pse, ja një minutë. Sepse, për shembull janë një dy ministra që ishin dhe në qeverinë e parë, njeri është tani, dhe unë nuk e kam fiksuar dot. Si ka emrin dhe mbiemrin, Mos i llogarit ata. se ky i sjell gjithmonë të rinj. Pse valli sjell të rinj ky e drama? Ata janë dy çuna të ri herë, të dy. Një është i financave, që ka qenë Dhe ishkin e ma partizanit, ka qenë drejtor. shkon të pazari ri. Ma ku dëgjon valla. E ka shitur plumbi gjokë. Kur Jo, ma jo, nuk është aq kat. Kur dëgjoj mu me vënia. Po. Kur ky financave ka qenë drejtor banke. Është ideal. Ministri i financave. Shumë i mirë, ideal shumë i Ministri me këtë dhe thua shumë i mirë. Jo, s'ka ma si lloj misie me të. Zero. Zero? Ja, vetëm e njoh, më kanë fol, është shumë Ti s'ke nevojë se ti ke me këtë tjetrin të gjatin dhe Po lema se për çfarë do më duhet Allah paguaj taksat jam në rregull, po më the dy çuna të ri. Një ministri i financave që është djalë shumë i rregullt, shumë i artikulum dhe një tjetër është ministri i mbrojtjes që e njoh personalisht se ka qenë drejtor porti nga djemt më të mirë që ka qenë administratë shqiptare. Që ne na ka hanë ndim dip natë. Hajde anijet me kotkeqe, hajde këto me kotkeqe e kam parë realisht në punë se çfarë është Piro Vëngu. Një djalë i jashtëzakonshëm. Piro ky Ta të dy. Durrësit, ë? Po, ndërsa për këta të tjerët, Blendin e njeh besoj se Blendi është i vjetër nga administrate, o çuni mirë është Tiranë se të gjitha. Tashti unë dola në një dalje publike yll, mendoj se do më thoshe këtë, thash, e vetmja që e meriton të ri është Mirela Kumbaro. Ministri i Arsimit. Po. Po pse? Për zotin i gjo, ajo është shumë e përkushtuar te puna dhe ajo neti. Ajo neti. Pse s'më thu mu lutë si e gjete që neti ajo? Ta si mund themi jo lutë. A dola thash, nga vjetrat ka për net. Ha. Oligarku është ai që përfiton nëpërmjet privatizimeve shtetërore dhe asetet shtetërore. Ofën throhe informativ. Shpesh sot nëpërmjet informalitetit, korruptimit, të ndikon të ligjet dhe të që ndikon të ligjet dhe këtune, a ka në trafiku influencave gjithë. Trafik influencës nëpërmjet, pse duhet fitojnë këto asetet shtetërore gjithë ka fitu më? Po ta shimër e pranove vetë minierën e Kromit, e tjerë. Ka minierën e Kromit, mori për ta punu se botë e dorzoj. E dorzoj. Mori ca toka, si botë e dorzoj. Si e shiti? Ta shiti turqve. Po ku shitet toka, ose që aty është toka të punuja në dhanë minjerë. A janë minjerë. Toka së shitet. O lutë, nuk ke nevoj për njëri, as nuk i ke borë njëriut. Pse? Pse e mëroj gjotë pa mërojqme? Jo vetëm për atë, se du të përmenda emrat tjerë, për thotë kë, ta si se bela me përmenda emrat. Se duhet të ipin a raportet njërë, se gjithë gjotë duhet të ipin 2 njerëz të mërbor. Kjo pra është oligarkia. Kur pronarët e tokave po vriten, se ju thotë o vra gjukatë, se po e diti që janë vra 6.000 vetë, për punë e tokave nga vendime kryesore? Yll puna e tokës, sepse dhe unë kam një konflikt interesin këtë bisedë, du t'jem korekt me publikun. Unë, kur kom ik Labinot, që fillova ndërtimet, që hargjova shumë lek, se ishin gjithë godinat në tokë, njerëzit vini shofi sot si i shofin. Ishin gjithë godinat në tokë, unë hargjova lek pa fund, thashor vlla, ka një klauzon liqë kjo që i privatizohet? Më thamë po. Kom ik në hipotek të shtetit. Dhe kom thonë, si e ka zëna fidhen kjo pranë. Kam gjetë letrat një hipotek të shtetit, që atë tokë e kanë ble, ja ka shit zogu italianve dhe ka qenë një fushim italian. Si fush aviacion. Amaroj, një fushim italian. Historia fush aviacion. Mas nej, e kishe shtetëzu Enver Hoxha nga italianët. Dhe unë kom shku i kom pagu pare tokës edhe godinave, kur jom vërtetu 100% që ajo tokë është e rregullt. Dhe unë po të garantoj, yll, një gjo me vmenje. Gjë. Ajo që ka nëllë është e të mërshme, më vjen keq për atë fukarajin që sot nuk jeton më. Vetëm jom të thonë, edhe më vjen keq për ato familje që kanë qenë 92-shin atje se janë 3 familje. Vetëm po të them. Shnoje. Në rast se familja prej Dugagjinit, shnoje atje, prej Dugagjinit, nuk i ka letrat e rregullta dhe ka kriju probleme dhe ka kriju përplase me letra falsë, unë nuk dalë më para opinionit publik. Se nisem nga mënyra se si është formua i tek familja vetë, tek geni vetë, tek raca vetë. Nuk nodhe e punë. Nuk nodhe e punë me dukagjinës dhe me i mirëditorë. Nuk nodhe. Nuk nodhe, Ja, nuk nodhe. Tani, ajo punë s'nodhe. Përveç të ministrave që të pyeta unë të gjitha, dhe bashkë me Syçin, me zotin Demalje, tani është edhe një ministre, kemi edhe një ministre tjetër. Kushmë? A i kanë portretin e një zonje, por ajo është me këshu tela, me gjera, me kompjuter, është djela. Si portret, ja kjo është. Kjo është më e sukses shpja. Po kjo është, do me thënë... E di si më duket mu kjo? Përdorim inteligencë artificiale, tani kjo. E di si më duket mu kjo? Si duket kjo të tani? Kjo mu më duket si Belinda.
Ishin vu portret në Belindës. Se Belinda është e vetmja që s'toleron. Belinda. Nuk toleron. Ja. E kam provume. E kam sigur se kam punu me te, se unë jom sektori detit, ajo ministre infrastruktura është. Kishin vu portretin e Belindës. Belinda dhe kjo nuk tolerojnë. Ja, ajo është e vetme që s'toleron. Ja. Atë e kam provu ju, se qa është ajo. Ndaj ka në Belindin e inë. Nuk e di unë se qa ka bo ajo dha, unë po të them qa di unë. Kemi dhe inteligencën artificiale. Tashi, mund të flasë pak për këtë dy fjalë? Po. Tashi. Yll, ti e di që mu më kanë respektu dhe ligjet e peshkimit, mu më kanë një gju dhe peshkimi ka fillu para 12 vjetëve udhëtimin me 4 milion euro eksporte dhe sot peshkimi është 150 milion, 160 milion eksporte, ka fabrika nga më të mrekullueshmet, 2 jo në Elbasan, veç një 3-4 që ka mund, një është Mark Bobani, Eli Kavajes, Rruga është nga njerëzit pararoj tonët që ka 2 fabrika, një ndurës. Me gjithë të peshk që po të regon ti edhe ti oligak, duke shpër. Ne bëjmë 150 milion që gjithë bashkë 160 milion eksporte. Më digjo me të mandje. 4 milion para sa vjetës? Më digjo, para 10 vjetëve. Nga 4 milion, 150 milion. Ne kemi shku 150 milion, 160 milion. Ta shi të bëj berë zot. Ta shi të lutem më një gjoj një fjalë. Më një gjoj një fjalë se kjo kërëvem. Edhe inshallah më një gjoj kjo ministri ri që ka ardhe bujësia, se me atë që i ku që kom respektin më të modha Anilën, u mora vesh për një histori. Ta shi unë ka morë, Anila Demaj, unë ka morë një pjesë ujë që bitonin dhe ne e majmë 4 muj dhe shesim gjithë potën. Ta shi, ajo pjesë unë du të zjeroj. Ta zjeroj. Toni nuk e ke të egrë t'i kështu. Toni është i egrë, ne e zëm të egrë, nuk e rrisim, e zëm të egrë. Por për t'i dhënë grason, i hudhim peshk brënda gabjes. Do me thënë i shtojmë grason. Jo, nuk i shtojmë peshku, shtojmë grason, vetëm grason. Tregjet e dun me dhjam. Dhjam, më keqe koma. E duen tregjet me dhjam? E duen tregjet, më nuk e duen, se unë du t'a shes direkt, se ta marri t'i abushim. T'i abushim pa fund. Po. Tashi, ta marroj. Tashi, kjo sipërfaqja që kam unë, mund të prodhoj minimalisht deri në 5.000 ton. 5.000 ton? Mund të prodhoj deri në 5.000 ton. Tashi unë prodhoj diku 500 deri në 700 ton. Bëj një kërkesë ministri para 8 mujve, 9 mujve. Dhe i them, ju lutem, du të veca specie këtu që ta shtoj deri në 3.000 ton kapacitet në kësaj, që i kisha myll punët me shtetin e me të gjitha, kupton? Me jep një leje që unë të filloj të hedhë për qenë korekt me ju du të mbjellë to specie. Qartë. Letra ime ikën në Ministri të Bujqësisë. Dhe me të gjithë predispozicionin që ka mund si Gjergj Luca, të lutem, se nuk më mund vreti madhe zotë kupton, shkon letra të specialisti, për mendim. Specialisti e mban 20 ditë. Shkon ma specialistit të kryetari sektorit, shefi sektorit, e manda 20 ditë. Nga shefi sektorit shkon të drejtori departamentit e manda 20 ditë. Nga drejtori departamentit shkon të drejtori përgjithshëm. Drejtori përgjithshëm i bëni mesazh Anilës dhe i thot, si të veproj, ajo si duket, punë për ditë, se ka këthy përgjigje. 7 muj mu yll, nuk më dhamë përgjigje që unë të filloj aktivitetin, dhe po të kisha fillu punë para 7 mujve, si vjetë peshkimi shqiptar, do të kishte pas 15 milion euro më tepër eksporte. Nase? Nga administrata, nga djela. Nga djela. Nga kjo këtu, e kupton? Ta shti, jo vetëm të tenderat publik, por në gjdo ministri, krahas sekretarit përgjithshëm, duhet vjet nga një djel në mënyrë mekanike bardhëzi që t'i fusësh të dhënat, t'i fusësh letrat. Veç kësaj tu ati? Po, veç kësaj, në çdo ministri, sekretari përgjithshëm bardhëzi duhet t'jetë djela, sepse këta e morin letrën dhe lexojnë. Do me të në fillon me Agacin tu ati, që të filloj të Agacin. Po, lërë Agacin është halka funit, mos u talë. Dhe pasaj tjerë, lërë Agacin së është halka funit, jam të thonë nga sistemi drejtësisë. Nga sistemi drejtësisë, i kanë ligjet, t'i fusin ligjet bardhëzi, t'i zidhin gjyqet. Po të ketë një djelë. Unë po të them që po të ketë një djelë. O, të lutem shumë, e morin ligjin, po përpiqem t'a kuptoj. Kuptoj, e marin ligjin yll, dhe e përkthejnë ligjin si kanë qef.
e përkthejnë ligjin me ngjyra dhe e përkthejnë ligjin që ty të ta bëjnë punën të vështirë. Janë shumë kompetent, po duan të bëhen të rëndësishëm. O ti, syç. Tash këtu mos myse jo fëmijë. Jo, jam dakord deri këtu. E gjithë kjo zvaritje në sistemin e drejtësisë. E gjithë kjo zvaritje në për ministri që nuk i hapin rrugë prodhuesave dhe ekonomisë vjen vetëm nga administrata që punon në mënyrë vertikale, nuk punon në mënyrë horizontale, me urdhër. Dhe administrata shqiptare, vertikale, ta punojnë në mënyrë horizontale. Syq, kur jam përballë te, kam hall flas shpejt, se ti ma kap fjalën edhe filloi lëret dhe unë... Do me thënë, ti thua që rreth një 200 diella, për zyrat të rëndësishme, po u shpërndan këtoj vyve. Jo, unë nuk them një 200 diella, por unë them që si që kam bërë këtë dilën e tenderave, se tenderat janë më të përfundme, unë kam mendimin që ligjet e bujqësisë që po i bëjnë për komunitetin evropian, ligjet janë ligje. Ligji s'ka nevojë për interpretim kur është e shkruajtur me bardhë të zezë. Këta morin kërkesën dhe këta e përkthejnë me ngjyra si duan këta dhe ta sjellin shpirtin mbrapsh dhe nuk duan që të ecë ekonomia shqiptare. Në çdo ministri, 10 ministri duhen 10 dilla në kabinetin e sekretarit përgjithshëm për t'i dhënë mundësi biznesit që të vrapojë. Ky është mendimi. Ky është mendimi. Pa, ky është mendimi. Si thua syçiti të ketë të shtojnë diellat thua këtu? Ky është mendimi. Po e bëjmë 7 diella, se s'kemi nevojë me bë. Po kështu si thotë s'kemi ujë, thuaj të sjell një ujë tjetër. Kime me urgjent. Ujë tjetër. Usim dhe 140. Zgjat dhe emisioni shumë dhe duhet edhe ujë tjetër. Usim dhe 140 diella në parlament dhe jemi rahat, as nuk bëjmë zgjedhje. Para ta qypa që jo në parlament do i këshim bo mirë, do i këshim fut diella, kupton? Unë jam të të thonë për ne, po pse qeshër bu? Unë jam të të thonë për ne, kupton? Jo, që ke drejt. Ke drejt për qypat. Para ta qypa. Ta shi këto zvaritje në për ministrira duhet marojnë. Si marojnë? Marojnë vetëm sepse, një kërkes që bëj unë. Nuk është tender, po ekonomia shqiptare ikën për para. E di pse është gjithë kjo burokraci. A shu apo se shu? Kanë frenu, për shembull, kanë frenu 4 milion, 5 milion euro të mijat për të bërë një turnover jashtëzakonisht madh. Do me thënë... Kjo ndodh, sepse burokracia e modhe në administrat zvarritet, që e diti pse zvarritet. Si pse zvarritet? Zvarritet. Po pra ne pra se e për këte ligji si dun.